Nëse OSHS do t'i kërkojë të siguron të objekte të rrjetit elektrik për muze, do t'i mjaftonte rrjeti i shpërndarjes së energjisë elektrike në fshatin Boriq i vogël, në Gryemir të Malësisë së Madhe. Në këtë rrjet identifikohet qartë fazë pas faze çuria e tij që nga 55 vite më parë, kur u krye elektrifikimi i vendit, ndërsa investimet e kohëve të sotme mungojnë plotësisht. Dega dhe shtydha druri më pas ato prej betoni dhe kaq. Rrjeti shoqërohet me linja elektrike të 4 viteve më parë, ku për të mos i bashkuar eratelat me njëra tjetrën, u kanë varur gur dhe mjete plastike duke e bërë situatën dhe më të rrezikshme. Për 4 ditë me radhë mbi 250 familje mbetën pa furnizim elektrik për shkak të defektit në rrjet. Të tërëjtën pavarësisht se energjia u rikthye, ajo vijon me ndërprerje të herpasershme si shkak për këtë situatë. Banorët përmendin rrjetin të jetë amortizuar dhe faktin se furnizimi bëhet nga rrjeti i njësisë administrative Rrethina Shkodër, ndërkohë që ato i përkasin Malësisë së Madhe. Këtu jena në Boriq të vogël. Është pjesë e Malësisë Madhe, e Bashkisë Malësisë Madhe, kurse furnizimin e elektricitetit e kena me Shkodrën, me kolemin me pjesën e qytetit. Jo tash, po ka shumë vite, si është i njëjti problem. Fryner, shkputën dritat, bjen shi, shkputën dritat. Investimet në këtë zonë janë zero. Na kanë premtu çdo fushatë elektorale, deputet, kryetar, tan, askush as i mas, me ka 4 ditë. 5 ditë pa drita, në verë, për mi ngarkes, e njëjta gjë, nuk janë do me stinë për punë të kurentit tu, e kena barabas, si ndimin, si në verë. Kanë 4 ditë, rresht pa drita, edhe sot, ka drita, po ka shkputjet një masnishme. Kanë spërë, shifni vetë, gjenin e rrjetit si ashtë, me telat kos Enverhoqës, ala. Nuk është puna se është 5 familje, 6 familje, po janë rreth 250 familje, në Boriq të vogël, pjesë e Boriqit mall, komplet zona. Është katastrofë. Tash këtu rrjet janë shumë i keq. Tash 40 vjet se kanë rrugush. Në 4-5 ditë kanë orë me shputje, ka ditë kanë orë hiç 4 vjet. Na s'kena vojash, s'kena me kusha po në dritë me po me hongër dork. As me vënë me fëmijë kush e ka. Tash paguaj kena. Si rregull nuk është desh në bet po drita. Mu pa lidh se duneja lidh me tjetër sistem sa rregullohen ka. Shikoj më pas pak. Edhe ka pas mundësi tash 50 vjet mund rroj mund në hotelat. Ka njerëz që i tonë Boriq të vogël, plesh që funksionojnë me oksigjen, me tuba e me dializë. 3-4 herë ka lënë ambulanca është në kufi këto sipër me kerrajt, burri botë që vjen ambulanca e merr ku shkputën dritat për më shqu me dhënë oksigjen. Gjana. Është e çuditshme se si ky fshat ka mbetur prej 35 vitesh jashtë vëmendjes së fuqizimit të rrjetit elektrik, ndërkohë që për rregullimin e rrugëve nuk kanë munguar investimet. Gjendja e degraduar e këtij rrjeti bën që qindra familje të vuajnë mungesën e energjisë elektrike, ndosë nuk kanë munguar ankesat e herpashershme të banorëve për investim në këtë rrjet, por që nuk janë përfillur.